Së fundmi është folur për një miqësore mes Shqipërisë dhe Kosovës. Megjithatë, presidenti Duka u shpreh se nuk është e vërtetë. Për të qenë i sinqert, jo. Ajo që kemi nisur si projekt disa vite më parë, para Covidit, ishte një kup mbar kombëtare, për të cilën përgatitëm edhe projektin financiar, që kërkon goxha mbështetje. Të bësh një aktivitet në futboll sot shumë formal, nuk ngjall interes nëse nuk ke për çfarë luan, benefite financiare apo sportive. Ky lloj kompeticioni nuk mund të ketë benefite sportive për të marrë pjesë në kupat e Europës, kështu që e njëjta gjë është që të ketë stimuj financiar. Që të ketë stimuj financiar, duhet të ketë shikueshmëri, marketing e tjerë. Projekti që ne patëm bërë parashikonte që të stimulonte financiarisht çdo skuadër nga kategoritë e treta në Kosovë dhe në Shqipëri të përballoheshin shpenzimet e udhëtimeve e akomodimeve. Fatura financiare ishte rreth 2 milion euro në vit, gjë që nuk mund të përballohet vetëm nga ne, nga federatat. E kemi quar këto propozim të dyja qeverit, nuk kemi pasur një përgjigje, edhe për arsye të Covidit, dhe nuk e kemi riaktivizuar. Mendoj që duhet ta riaktivizojmë, por në këtë mënyrë. Të bëjmë një aktivitet që klubet të kenë interes, klubet të luajnë me futbollistët më të mirë. Sepse në një kup pa interes, klubet mund të dërgojnë ekipin rezerv dhe aktiviteti nuk e arrin qëllimin, deklaroi Duka.